Lakrori me dy peta i pjekur në saqe, i konsideruar si një prej gatimeve tradicionale korçare, tashmë vjen edhe si pjesë e turizmit kulinar, ku vendasit dhe të huajt mund të shohin nga afër mënyrën e përgatitjes. Ky gatim tradicional ka qenë gjithmonë pjesë e rëndësishme e jetës sociale në Korçë, në festat familjare, pritje miq dhe aktiviteta komunitare. Sot lakrori në saqe është shndërruar në një atraksion gastronomik për turistët, të cilët i kërkojnë gjithnjë e më shumë një pjesë të përvojës autentike korçare. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamja nga përgatitja e lakrorit në sipërmarrjen Shija e Saqit, ku ndodhet në zemër të pazarit të vjetër të Korçës, gatuar me dashuri nga Edlira dhe Gramoz Shelanji. Rama tha se çifti Shelanji mbajnë gjallë një nga traditat më të bukura korçare, një përvojë unike që tërheq çdo ditë vizitor dhe turist. Ndërkohë, Edlira shprehet se kjo traditë është trashëguar nga gjyshet e saj. Ato e bënin lakrorin në Saqë dhe unë kam vendosur ta vazhdoj këtë traditë. Puna ime është e bazuar në prodhime me dorë. Oklaj është i trashëguar prej 200-sh. E kanë trashëguar gjyshet e mia dhe gjyshet e tyre dhe ky oklaj ka ecur brez pas brezi, tha ajo. Ushqimi ynë është i pëlqyer për turistët e huaj që duan të hanë diçka tradicionale. Shumë prej tyre na filmojnë edhe gjatë procesit. Ndërkohë që unë përgatis lakrorin, Gramozi merret me pjekjen. Të huajt i impresionon mënyra si piqen. Marrim faleminderime nga klientët dhe unë ndihem shumë e kënaqur, tha Sheljani. Në një ditë kur kuzhina moderne po merr gjithnjë më shumë terren, lakrori me saqe mbetet një dëshmi e gjallë e ruajtjes së identitetit kulturor dhe kulinar të Korçës, duke dëshmuar se shijet tradicionale vazhdojnë të kenë vend të veçantë në kulturën shqiptare.